Senati italian ka miratuar dekretin për qendrat e emigrantëve në Shqipëri duke e shndërruar në ligj me 90 vota pro, 56 kundër dhe 1 abstenim. Dekreti lejon përdorimin e qendrave të emigrantëve të hapura në Shqipëri, në veçanti atë të gjadrit si CPR. Teksti u miratua nga Senati në kohë rekord me një vot besim mes protestave të opozitës dhe nga ana tjetër mazhoranca e cila thotë se është modeli i virtytshëm dhe pikë referimi për shumë vende evropiane. Senatori Marco Lisei i Fratelli d'Italia theksoi më pas se qendrat e hapura në Shqipëri do të funksionojnë, ashtu siç ka thënë edhe kryeministrja Giorgia Meloni në shtator. Masa përmban dispozita urgjente kundër imigracionit të parregullt dhe zbaton protokollin për emigrantët e nënshkruar nga Italia dhe Shqipëria. Në fakt, ajo e shndërron qendrën e gjadrit në një CPR për transferimin e emigrantëve të destinuar për dobim nga Italia. Rregulli i modifikuar nga Montecitorio do të lejojë tejkalimin e ngërshit në qendra shqiptare, të cilat kanë mbetur kryesisht të pashfrytzuara deri më tani, sepse gjyqtarët në mënyrë të përsëritur nuk kanë vërtetuar ndalimin e emigrantëve atje, pa marrë parasysh as kontrastin dhe as normat evropiane.